Një ditë pas arrestimit të Nevzat Spaos, i cili konsiderohet si një person kyç në të dhënat që mund t'jap mbi vrasjen e biznesmenit Mondi Mahalla në Elbasan, policia është hermetike për ecurinë e hetimeve. Asnjë nga të arrestuarit e deri tanishëm nuk ka pranuar të jap detaje, ndërkohë që të premte do dalin para trupës gjykuese për të njohur me masën e sigurisë ish ortaku i biznesmenit Gjino Ago dhe roja i karburantit Kujtim Pisha. Ky i fundit akuzohet për mos kallëzim krimi, por në një dëshmi paraprake ka thënë se nuk e ka njoftuar policinë në kohë për shkak se ishte trembur nga ngjarja, ndërkohë që janë publikuar edhe pamjet që tregojnë momentin e ekzekutimit të biznesmenit Edmond Hyka, i njohur ndryshe si Mondi Mahalla. Në pamje duket autori që afrohet me makinën Audi pranë biznesmenit, del nga mjeti dhe qëllon disa herë në drejtim të Mondi Mahallës, i cili në atë moment pa ashtu ndodhej brenda automjetit të tij Range Rover. Pasi e lë të vdekur në vend me 2 plumba në kokë, autori largohet me shpejtësi me makinë. Përveç Nevzat Spaos, Gjino Agos dhe rojes Kujtim Pisha, policia arrestoi edhe Naldo Gjinin nga Lezhë, i cili ishte parë ditët e fundit duke qarkulluar me makinën tip Audi që përdorën autorët për ekzekutimin e 43 vjeçarit. Ky automjet rezulton në pronësi të subjektit të viktimës që jepte makina me qira. Pas ngjarjes së rënd, makina Audi u gjet e djegur në fshatin Mirak bashkë me një pistolet brenda, ndërkohë që në kërkim mbeten Marcelo Arani dhe Armando Kola, të identifikuar si ekzekutorët e biznesmenit. Gjithashtu është caktuar data për mbajtjen e seancës në gjykatën e Elbasanit për vlerësimin e masave të sigurimit ndaj Gjino Agos dhe Kujtim Pishës. Sipas njoftimit zyrtar për këtë çështje, është caktuar seanca gjyqësore më 5 dhjetor në orën 10. Seanca do të bëhet me dyert të mbyllura për shkak të natyrës së hetimeve dhe nevojës për ruajtjen e sekretit hetimor.